po përbresh, sot jemi këtu me një tërmiqe e arberisë, anzi, mjeshtër arberismik, profesor Mandalach, Universiteti i Palermo të Sicili, një arbresh i madh, profesore. Sa kërkime ke bon? No, e shumë. Jam i mas, se kam shumë vjeç. Se unë blaka. Dashuretore, ishtë një knajtësi, një gëzim, një hare të madhe të takoj edhe në një vend të ku arberia zgjatë. Sa bukur. Profesor, ku jemi? Sa bukur roke? Kështu, vendi ishte i mrekullueshëm, ishte i bukur, është jashtë logjikës, si të rishtu të katundit. E si të e në le pa fjallë. Sa bukur në le pa fjallë. Në le pa fjallë, si një gën hapur, si thuhet të kumë. E sot fjetet si përbreshve. Është një ditë organizata ka ambasade Kosovës, Shqipërisë në Vatikan. Zonja Majlinda Dodaj, kjo është e 4-ta herë që nafton tu të jemi të pranishëm për të folur për arbëresh. Sa birë. Edhe për ne është një detyrim, është un obligo, sepse përse na jep mundësin të flasim për kulturën tonë, për historinë tonë, për gjuhën tonë, edhe për ushqimet, të ngrënit tonë. Më të bukur disa herë janë më të mira ushqimet se librat. Edhe më sot një ditë që ke thënë ti shumë e rëndësishme, sepse flitet ka folklori arbresh, ma i folklori i bunë si 1700, profesore, që ka zonë pjesa e madhe. Esattamente, pikërisht ishte të parat mbledhje folkloristike o folklorike të këngëve popullore janë të vitit 1700, fix, 1700. Dhe autori kësaj përmbledhje ishte një kalabrez, arberesh, na Maqe, fshati i Deradës, që thuaj Avato, ishte profesor i letërsisë greke në Universitetin e Urbinos. Ai mblodhi këto këngë popullore edhe ja dërgoi atë Gjerkucetës në Sicili. Fatkeqësisht to këngë nuk i gjetëm më. I pati në dorë Dimitër Kamarda, i cili duke udhëtuar, duke shkuar në Livorno, ku pasaj vdiq, takoi në Napoli Iolin Derada. I tregoi, thashi se kam to këngë tu që nuk i kuptoi mirë sepse e folmja gjithashtu nuk ishte si ajo imja. Jeronimi e njohu se ishte dialekti Maqit. Ajo ishte mbledhje e parë e folklorit arbëresh. Pastaj me 2-3 dekada më vonë, në vitet 30 të shekullit 18, një prift arbëresh me origjinë nga Mundzirsi, Sicilia, mblodhi te një kodik që ka emrin e Keutit, fshati që është në Kapitanata, këngë popullore që i quajti këngët e vjetra të pleqërisë. Fantastike. Ishtë një cikël më vete, të ku janë 18 këngë popullore. Është e përmbledhje e parë që ne kemë. Është më e vjetër se këngët popullore që janë mbledhur në Europën në vargun e romantizmit, ose para romantizmit. Rënë më para se romantizmi, kemi rënë më para se romantizmi. Temi për të shka në rëndëse, të bukur. Profesore, ai period ishë një period shumë i mirë, sepse kanë zonë këta pjesa, këta vepra shumë të mira që kanë mbjedhur, si ke thonë më para, ma dhe ka qenë shumë aktività, janë lërë kolegje, lërë edhe kolegje. Ishte shekulli i arti kulturës arbëresh. Ishte shekulli që pati ndihmën e madhe nga Papa Clemente XI, Clementi XI, që ishte me prejardhje arbëreshe dhe ai, ishte një arbëresh. Edhe pati shumë kujdesje ndaj arbëreshvet, edhe pse studioi në Grottaferrata, nuk i harroi origjinën e tij, dhe ndihmoi shumë për të krijuar, për të ndërtuar kolegjin di Sant'Andriano në Kalabrie, kolegjin arbëresh në Sicili. Profesor Altimari zbuloi disa materiale dokumentare interesante që vendosin në fillim të shekullit 18
themelimin e Kolegjit di Sant'Adriano. Nuk është e vërtet që e ka themeluar Papa Corsini, Clemente XII, por meritin e kishte ai. Sepse i drejtuan një letër nxënësit, studentët, arbëresh në Kolegjin Grek në Sant'Atanasio në Rom, duke e lutur, duke i kërkuar papës të ndërtonte një kolegj për ata nella regione e tire, domethënë në Kalabria. Ashtu lindi Kolegji di Sant'Adriano. Me këtë nxitim që patën nga Papa Clemente XI, arbëreshët filluan të kishin më kujdesje për kulturën e tyre, për gjuhën, traditën, për rritin fetar. Edhe arritën të krijonin atë që u kam quajtur një ideologji albaniste. Domethënë që të mendonin për veten sikur të ishin një komunitet me të drejtat e veta. Një popull që kishte jo të ishin të shpërndarë si që ishin, por të kishin një popull, mirë se. Sa mirë, për edhe historia e arbëreshëve dhe o shumë e madhe e shumë e vjetër. Edhe ka shkuar shumë pjesë e historisë, ka të Europës, e kemi thonë, edhe ka të Italisë. Edhe o vjetë u shkruar. Se dhe fjalla thomi se kjo është një kulturë që ka qenë transmetuar me gjuhë, ma jo vetëm me gjuhë, edhe janë pjesë e me shkrim. Si thomi të katunimet e korajone, puheriu. E kjo mua më pëlqen shumë, më emocional. Se na nuk kemi si këtë koscienza, nuk kemi ide se ish kështu. Nuk shkoka nuk e ka thonë. Shtu si e thua ti, jem emocionar më. Është ashtu. Është ashtu. Është një kulturë që zbuloi skoprishte, si e themi ne, të shkruamit si një mjet për të vazhduar të transmetonte në të ardhmen atë që dinin. Se mirë. E kjo është merita e madhe që patën ta priftërinj në shekullit 18. Të dish i dashur letore, se priftërinj të arbëresh, zotrat arbëresh, partirin nga Sicilia, shkojnë deri në Keute, ose në Kalabri, i kemi pasur deri në shekullin në 19. Edhe atë që dinin ata, ja komunikonin arbëreshve të fshatat të tjerë, të katunde të tjerë, mësonin gjyra nga ta katunde, i silnin të arbëreshët. Domethënë krijuan atë që është Facebooku sot, pa e pasur rrjetin informatik. Është një gjë fantastike. Është fal shkrimit. Falli, faktit që kishin shkruar, shënonin gjërat e i merrin kështu si të dhëna të përbashkëta. Se le i ndanin njeri me tjetri. Sa mirë, profesore. Sa mirë, faleminderit, profesor. Faleminderit te. Kemi dhënë të sima, ma na shihami, profesor. Sa shihemi këtë flasme më shumë. Kur të duash. Vimi të gjemi, me po përbreshe. Kur të duash, jam sempre a dispozicion. Po përbreshe, këto me një progjekt ka Bashkishën Mitrit. Kanë bon me kryetarin, kanë pasu sensibiliten, bëj një investim për një projekt që rëfijen, komunitatët rëfijen historinë e kulturë. E disa sa kam vlerësuar punën që bëni në Puheri, fakti që tani po zgjeroheni edhe jeni më të njohur edhe ka tundet e tjera, jam edhe më i halefsur se më përpara, të uroj nga zemra të vazhdoni e të bëni punë më të mira për ardhëreshë. Se i meritoj. Jo dua mirë, profesor. Thank you.